Tani kemi në lidhje të drejtë për drejtë kryetarin e Këshillit të Prindërve të Komunës së Prishtinës, zotrin Hoxha. Përshëndetje i nderuar, po më dëgjani? Përshëndetje, po. Zotri Hoxha, ne veç pam deklaratën dhe qëndrimin e Këshillit të Prindërve karshi kësaj ligjërate dhe karshi krejt kësaj çfarë ndodhi në gjimnazin Gjevdet Doda, por më intereson të di diçka tjetër. Keni informacione të sakta, çfarë konkretisht është folur në këto ligjërata? Ne krejt çfarë kemi parë është një foto në cilën kërkohen disa informacione që lidhen më shumë me çka ju pëlqeu nxënësve dhe çfarë s'ju pëlqeu nga kjo ligjëratë dhe çfarë do donin të shihnin tjetër, dhe këtë mbishkrimin Fri Hashim Thaxhi. Dhe të tjerat më pas janë komente të natyrave të ndryshme, madje edhe kjo deklaratë që është dhënë nga vetë organizata. Ju personalisht keni arritur të merrni ndonjë informacion nga prindërit, nga mësimdhënësit, pse jo edhe nga drejtuesit e shkollës, rreth asaj çfarë është folur konkretisht në këtë ligjëratë në Gjevdet Dodë? Faleminderit, përshëndetje për juve, përshëndetje për pranishmit në studio, pa mundësi me qenë në studio atë bashkarisht me juve. Ne si Këshilli i Prindërve nuk kemi ndonjë informatë saktë se çka është ligjëruar saktësisht në këtë ligjëratë, mirë po ashtu jemi informuar edhe prej mediave, kemi kontaktuar me drejtorin e drejtorisë arsimit, ku në ka sqaru, ashtu si ka sqaru edhe kjo iniciativa rinore për të drejtat e njeriut, që ka thonë se ka qenë një sesion informues, ku ka prezentu informacione bazike dhe publike mbi mandatin dhe kompetencat e dhomave të specializuara. Ne si Këshilli i Prindërve kemi kërkuar që jo na prind Këshilli i Prindërve, po gjithsesi të jetë Këshilli drejtues i shkollës përkatëse, secilës shkollë përkatëse të jetë i informuar në detaje për çdo ligjëratë, jo vetëm në këtë frymë dhe nga kjo iniciativë, po secila iniciativa, po secili organizim tjetër që don me ligjëru në shkollat tona, tjetë Këshilli drejtues, po tjetë drejtori, po tjetë edhe drejtoria arsimit, mirë informuar për organizatën në fjalë, për organizatat e ndryshme, se çka do të ligjërohet para fëmijëve tonë. E sidomos në këtë kohë kur gjykata speciale, veç ne mendojmë që është duke shku ka fundi i kësaj gjykatës dhe tipen diçka të padrejta ose të cënohet ushtria shtimtare e Kosovës apo diçka tjetër e shtetësisë Kosovës, ne si prind do të reagojmë dhe ne jemi kundër çdo ligjërate të tillë. Nuk kemi saktësisht diçka do thotë konkrete që me ditë se çka konkretisht kanë ligjëru, po ato që janë folën për media dhe që po fliten në për statuset të ndryshme. Keni pas takime me prindër që kanë fëmijët në ato shkolla, po besoj edhe takimi me drejtuesit e shkollës. Nga këto takime konsideroj që do duhet të merrni qoftë edhe një informatë vetme rreth asaj çfarë është folur, apo qëndron ajo çfarë ka thënë në komunikatën e vet organizata Nisma e të Rinjeve për drejtat e njeriut në Kosovë? Sot kemi pas takime edhe me kryetarin e komunës, po kemi pas takime edhe me drejtorin e drejtorisë të arsimit. Në Këshilli i Prindërve nivel të Prishtinës normalisht është organ vullnetar dhe nuk është organ vendimars, mirë po është organ i cili do ta ndihmojë edhe shkollën, edhe komunën, edhe drejtorinë e arsimit me këshillat, me angazhimin ton vullnetar, dhe këtu kemi bisedu, kemi trajtuar këtë çështje me kryetarin edhe me drejtorin e arsimit, dhe besoj që në ditët në vazhdim do të mirën edhe hapat ligjore dhe do të mirën edhe masat konform rregulloreve që janë në fuqi në 2K. Ne kemi vazhdojmë të kërkojmë që drejtoria e arsimit, po drejtorët në çdo shkolla të kenë kujdes, se me të vërtet gjatë këtyre viteve, sidomos viteve të fundit, po edhe më herët kemi pasur që organizata të ndryshme kanë marrë leje edhe prej drejtorisë të arsimit, po kanë marrë leje edhe prej licencim, ta quajmë ashtu, kanë marrë licencim edhe prej Ministrisë të Arsimit për me ligjëru në për shkolla, me ligjërata të ndryshme, me sesione të ndryshme. Dhe kemi kërku prej drejtarëve, kemi kërku me bën një analizë a janë profitabile këto ligjërata, kur kanë të bëjnë me policinë, me drogën, me gjithçka tjetër, me të vërtetë po kanë sukses dhe po janë profitabile për fëmijët tonë. Mirë po, ka një herë po i ligjërohet diçka çka nuk përkan edhe me natyrën e fëmijëve tonë, nuk përkan as me rrethanat e vendit tonë.
Keni ndonjë shembull konkret për këtë që thani përveç kësaj ligjëratës së fundit që po thuhet që është mbajtur nëpër shkolla ndryshme të Kosovës që nga 2018? Nëpër shkolla, nëpër secilën shkollë ka ligjërata të ndryshme, organizata të ndryshme. Na kemi kërkuar nga drejtori, po kemi kërkuar se mundet më infiltru organizata të ndryshme dhe me ligjërue gjëra të cilat i bëjnë dëm fëmijëve tonë, na duhet me ditë çka po ligjërojnë. Sidomos duhet mu paraqit paraprakisht Këshilli Drejtues është këshilli vendimarrës nëpër shkolla dhe nëse ju ka dhënë leje një organizatë me ligjërue në shkollë, atëherë ose prej ministrisë ose prej edukatës ju ka dhënë kjo leje, atëherë kjo do të kalojë edhe në Këshillin Drejtues të shkollës, drejtori do të më kalojë në Këshillin Drejtues. Që Këshilli Drejtues jep një leje edhe e miraton lejen e drejtorisë të arsimit dhe e din çka po ligjërohet. Domthonë paraprakisht ju afrohet nëpër shkolla ku unë kam fëmijët, kur kanë ardhur organizata të ndryshme, kanë ofruar kanë thonë këto kena me ligjërue. Do thotë dhe ka qenë drejtori ose dikush prej stafit të shkollës të cilët kanë qenë prezent me kontrollue apo në realitet apo i ligjërojnë ato për cilën edhe kanë marrë leje apo jo. Besoj që edhe në shkollën Xhavdet Doda është dashur të jetë e njëjta metodë, e njëjta mënyrë, edhe e marrjes dhënies së lejes, po edhe me siguri ka qenë dikush prezent edhe prej mësimdhënësve në kërkesat të tilla prej organizatave të ndryshme kemi kërkesa që ne prind jemi prezent. Për shembull, kur kemi pas ligjërata të tilla për rrjetet sociale, menaxhimin e rrjeteve sociale, në rrezikun nga rrjetet sociale, kemi thirr prind, ku kanë marrë pjesë edhe prind, edhe nxënës që të vëdisomin në mbrojtjen prej rrezikeve që sjellin rrjetet sociale. Unë besoj edhe shpresoj që edhe shkolla Xhavdet Doda ta ketë marrë një mas të tillë që mos të ketë leju këtë organizat ligjëroj diçka që bie ndesh me vlerat tona, që bie ndesh me vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të shtetit tonë krejt përgjithësi. Të falenderoj shumë për kohën dhe gjitha informacionet që ndahet sot me ne. Faleminderit edhe juve. Dhe kthehemi në studio me të ftuarit tanë. Zotri Gucati, para se të flasim për atë çfarë organizata deklaroi reagimi që pati, gjëja parë që më bie në mend është të pyes nëse keni dëgjuar që ka pasur ligjërata të kësaj natyre në shkollat e Kosovës edhe më parë, sepse në komunikatën e organizatës Nisma e të Rinjve për drejtat e njerëzit në Kosovë thotë që prej 2018-s organizojnë ligjërata të kësaj natyre në të cilat flitet për dhomat e specializuara. Për të qenë sinqert, jo, nuk kam dëgjuar përpara që kanë ndodhur ndonjë ligjërat e tillë, çfarë është kjo që ka ndodhur dje. Ne për herë parë dje kemi ndëgjuar dhe ne kemi reaguar. Mirë tha prindi që t'ishte një ligjërat mohat për drogën apo për tjera sana në shkollë. Ne e kishim përkrah. Po vjen gjykata speciale, përfaqësues së saj, vi dhe mojnë ligjërata të fëmijë, pavarësisht në shkollën fillore apo shkolla mesme, ata janë fëmijë, janë fëmijë të rëndë pa i bërë 18 vjet. Dhe vjen dhe flet ato. Ne nuk e di mendë se çka kanë ligjëruar ata, çka kanë thonë ato. Ende nuk dihet nëse është nuk dihet, a kanë folur për pjesëtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, kanë folur për Ushtrisën Shqiptare të Kosovës, kanë folur për ata akuzën e 4 krevëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës atje, dhe nuk e dim për çka kanë ligjëruar ata dhe çka kanë folur ato. Edhe ne me kohë kemi thonë se kjo gjykatë speciale e cila është bërë pa vullnetin tonë, dihet. Në fakt punon bëhet kjo gjykatë, është shumë e dëmshme edhe sot unë besoj këta që kanë ardhur kanë në për shkolla që kanë ardhur dhe kanë ligjëruar, mendoj që janë të përgatitur terren. Apo të bëni propagandë anti-uçike. Unë shumë mendoj, kam drejt mendoj. Këtë drejtim është edhe i nderuar këto advokatë dinë më mirë në mënyrë ligjore, edhe këta kanë ardhur besoj që të bëjnë propagandë kundër Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, kundër pjesëtarëve të saj, që rinin, fëmin, ta bin, që ndoshta mendojnë, thojza gjithmonë po them, mos e dhosh Zotit në mund në vendim atje në Hag, e ti përgatisin. Po që do të mund të shkonte deri në atë pikë që të kërkojë edhe me ashtu mendoj unë ashtu mendoj. Ashtu mendoj se këta duhen përgatit, ata rriten ato gjën. Ata sjesin sot, ata mund të kenë, sot i kanë 16, nesër 17. 18 është shkoj me radhë 2 vjet. Edhe ata tani me mendimin e tyre, ligjëratja ka hap kë, e ato e binë thmin, se mas vëllë kjo thmin me binë kundër njeriu apo kundër një punës keqe. Dhe shtu ata shkojnë ty binë njerëzit, sidomos thmin, në përshkolla, kundër Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ne jemi dëshmitar sot në librat tona, nuk kemi veç 4 rrethë dhe 7 rrethë për Ushtrisën Shqiptare të Kosovës. S'ka më shumë në përshkolla, as histori, as një vetëm
me 5-7 mars, që ditë mësuesi apo një asimtari i historisë e spjegon diçka për luftën në Shqipërinë e Kosovës. Kështu nuk është dosh të jep hapësirë. Që shtetin konkretisht nuk është që ka bërë sa duhet sa i përket vetëdijësimit edhe informimit të generatave shteti ka bërë shumë pak edhe është të bërë shumë pak. Zuta fajset është vesh ki qeveri mund të dipazoj gjitha ranë qeveri. Jenë të bërë shumë pak, kam bërë shumë pak edhe në të bërë shumë pak. Se dosh ma herë, edhe nuk është dosh të lejuat as këto organizate Zvicrës, që ka financuar ambasada Zvicrone, që vjen gjykata speciale, vjen në të manë ligjerata në shkollat tona të mesme apo fillore, të manë ligjerata sot të thmi. Unë mendoj se shkelje e drejta të njerit, apo e thmive është e shkelje e drejta të njerit. Pajtoj me shku me jap një ligjerat me largut një për rrugët kësia, për punët kësia, për droge, për jajnije, për gjitha këtu pajtoj ato. Ato mund mi bëdha na, si shoqëri, mund mi bëdha shoqata tona apo organizata tona. Pse nisë në lejuat me shku në bashkolla si organizate vetërame me shku me... Keni bërë kërkesën do njëherë? Po, në komu, e vetëmja komune Prishtinës është, që ka përvu një kërkesë tonë në vitin e kalumë, edhe Skenderaj, dy komune. Pse nisë në lejuat me shku, një thmimi ka dzu kush ka qenë ushtria që ndorë Kosovës, kush ka qenë Adem Jashari, Zer Pejaziti, celullet e para. Pse nisë në lejuat me shku me tregu për këta njerëz mlaj? Pse nisë në lejuat me shku me tregu kush janë dëshmorët e venit tonë? Kush e pruni Irinë, kush e pruni Kosovën deri këtu sot, ku ju jeni këtu në punë folni shqip, unë sot flas shqip në punë ku punoj, advokati mbrojnë interesin e qytetarit të njeriu që liçet nëse pa të drejtë. Pse deri e më tregu njerëzve? Kush e ditë, kush e pruni këtë vend këtu? E nis tani lejohet, e një organizatë të huaj i lejohet edhe i besohet më shumë se neve, me shku me jap ligjërata një gjykatë speciale, e cila e dim sa shkelit i ka bërë se tash para të punë do të flet advokati, që di më mirë se unë bajaktari, që ka bërë me mija shkelje që ka bo, edhe vjen ma ligjërata zëtë në bashkollat tona në Kosovë edhe shetë men, që ata s'jam ata se njerëzit tonë, se gjyqtar tonë, se prokuror tonë, apo si jurista tonë, s'jam atë meqëm ata. Absolutisht nuk jam atë meqëm. Gjështë mund tjetë edhe thjesht para gjykimit që nuk e dim sakt se qëfar kanë folur. Po, unë këtu dyshej, se sakt nuk e dim që ka folur, po, unë po gjithmonë po mendoj në ato të keqen. Okej. Pse ne kemi qenë kundër gjykatës speciale me Kopevit i 2015 deri me sot, edhe do të jem kundër saj na. Jo të në po gjithë shokët e mi dhe qytetarët, do të jem kundër saj gjykatë të i po pa rregullsi që ka po. Çdo shkelje që ka po e gjykatë, ne e dim. Fakti që një dokumentet dhe mu merr një sekretari komunës që tha do të morë masa ndaj drejtorit. Unë nuk jam e qiqim pi punë, larg asaj. Në fakt është njëri prej drejtorëve më të suksesshëm të kryeqytetit. As nuk bëj thirrje kryetarit komunës, as drejtorit të TKA-s, drejtorit arsimit komunës Prishtinës, që të largon njeriu mbi punë. Me thirr bisedë, me bisedu me to. Po as koku, kush ka bërë ato? Me tregon më kujdesshëm. Unë sot e kam marrë intervistë, kam thonë, kam bëu apel gjitha shkollat e Kosovës. Edhe sot po bëj apel këtu në emisionin ju. Asnjë shkollë ju kisha lutur mos i pranoni gjykatën speciale pjesëtarët e saj apo njerëzit e saj mos i pranoni marrë të fëmijët tonë dhe marrë të mja mushmenë fëmijëve tonë me fol, si ne po bëjmë drejtsinë e hangë. Nuk e do bëjmë drejtsinë. Nëse ata flasin thjesht për punën që bëhet atje, prap konsideroni që ka rrezik? Shumë ka rrezik. Shumë ka rrezik. Se na e dim shkilja sot gjykatë që ka rrezik. Se vjen ju e keni parë nga brenda? Unë kam qenë vetë brenda. Keni qenë vetë aty. 11 muaj kam ne pak takus. Tu nuk do të bëzinë advokatit. Unë kam ne 11 muaj pak takus, mas 13 muaj kam ra sancën e parë. Çfarë do të thonë 11 muaj që ndapum? Aso pa vetë kur pse në burg. Pse të kenë ashtu në burg? 11 muaj unë në Nasim Maradini kemi nejt në qendër para bogimit burg e Tus. 11 muaj pavilionin A ku kemi nejt ato. Kush pyet sa ka kur njët pse kemi ardhur në Hamburg. Mas 11 muaj mi ka provë këtë akuzë me 6 pika. Që më ka rëndu mu me 6 pika dhe më ka dënu 4 vete gjysmë mua në Nasimin, do të thotë mas 11 muajve. Aso shkin tapim kjo? Tash ai vjen në shkollë, ma në ligjërata, e ku marrë su do të isim Gucati, Nasimin, presidentin, e Bacin Jakupet, gjithë me ranë, që mësë jesë bosh me emra. Prap këtu mund vetëm të hamensojmë që flitet edhe për këtë pjesë, po. Po, gjithmonë. E qartë. Edhe tash kjo vjen këtu shet pak edhe men, shet si na jem të bu drejtësi, ne jem të një këtë keqen, të liftu të keqen. Besa besë në shamë mune me gënjuta, apo mune edhe me rajtë me thonë, qëre këta kam mune e krim, ta kam mune shka, mund. Aty ku nuk djetë e vërteta gjithmonë mund këtë mendime, hipoteza nga më të tash na kalon vend për me dyshuni. E kuptoj, e qartë. Na kalon hapësirë për me dyshu, edhe për me jap kritika kësoj tyne njerëzve që kanë ligjiru atu, përdej so drejtori zelme se drejtori është e pamoshme. Drejtori sonë vetëm sekretar shkollë. Po është e pamoshme drejtori mësë morë pjesë, pak të 5-6 minuta që ligjirata mi përcjell ata. Drejtori thotë që ka qenë këshilli drejtues dhe po është e pamoshme drejtori, është pamoshme zavës drejtori, është e pamoshme sekretari, pa qenë dikush pak prezent ato.
Edhe është e pamundshme si drejtori nuk e din që kanë ligjëruar. Kjo është e pamundshme. Unë nuk po tutas ngrej dyshime ndaj drejtorit, thash, edhe s'jam për me largu pi punën e largasoj, mos e dhosh zoti, po është mirë drejtorët kanë kujdes me kom po bashkëpunojnë, kom be bimra në shkollë. Kush po vjen po ligjëron të nxoncat, se ata janë fëmijë, pavarësisht se shkollë filluar apo mesme, ata janë fëmijë, janë adoleshent. Aty në shumë kallaj tunin që vlakoni. Është faza më e ndihshme që është e vërteta. Zotri Bajraktari, keni dëgjuar të ketë pasur në të kaluarën ligjërata të kësaj natyre, sepse realisht po del që nga 2018 deri tani ka pasur disa ligjërata në shkollat të ndryshme të Kosovës nga kjo organizat që flet pikërisht për gjykatën speciale, për dhomat e specializuara. Pse u desht pikërisht tani që të bëj temë diskutimi kjo? Keni informacione? E para, a priori, gjykatat rolin dhe tyre në përgjithësinë e tyre e kanë të përcaktuar me kushtetut dhe ligje, dhe puna e tyre është me zbatu ligjin, me zbatu kushtetutën, me zbatu standardet ndërkombëtare dhe përmes vendimeve të tyre, përmes veprimeve të tyre të bazuara në këto instrumente, ata ta kryjnë punën dhe kur këtë e bëjnë sipas këtyre parametrave, atëherë jemi në rregull, ndërsa mekanizmat të tjerë natyrisht janë për çështjet e edukimit e të ngjashme. Natyrisht bazohem në faktin që gjykata speciale, si pjesë në letër, vetëm në letër e institucioneve të Kosovës, në bindjen time ka dështu me i përmbush këto detyra, ka dështu me u tregu transparente, ka dështu me u tregu e paanshme, me i kry procedurat sipas mekanizmave ndërkombëtar. Dhe në këtë drejtim, vlen të kësuhet fakti që sot ishte një lajm jashtëzakonisht i mirë për mua, saj për këtë çështjes së konfirmimit të gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit që ka pranuar dhe është në trajtim besipër të një rasti të një pjesëtari të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përkatësisht zotit Shala. Dhe unë jam optimist se në rast se gjykata evropiane për drejtat e njerëzit do ta trajtojë deri në fund këtë çështje, do t'i identifikoj dhe do t'i evidentoj shumë shkelje të cilat gjithë eksponentët në Kosovë, ata që kanë folë, që e kanë përcjell nga afër këtë gjykatë, do t'i validonte shumicën prej këtyre. Natyrisht me ta parë këtë organizim të këtyre sesioneve, siç thuhej informuese, unë sikur se një pjesë bukur e madhe që e kemi përcjell punën e kësaj gjykate, pata një reagim, pas të cilët natyrisht që unë mora konfirmime që për shembull më shkruante një prind nga Lipjani, që ka qenë edhe pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që pikërisht vitin e kaluar një situatë e ngjashme ka ndodhur në njërin prej shkollave të komunës së Lipjanit, dhe si rezultat i disa çështjeve që janë ngrit nga të pranishmit, më tha që është nuk është arrit me u përfundu komplet. Po sigurisht kam përshtypjen që me theks veçantë njoftime për ecurinë e procedurës edhe çështje të ngjashme, e kur kihet parasysh fakti që na kemi qenë dëshmitar, për shembull hipotetikisht ose ta themi njëra prej elementeve bazë të çdo procedure penale është transparenca. Do të thënë parimi i publicitetit thirrët në e kur kemi parasysh faktin që gjykata speciale punën e saj vetëm transparente nuk e ka pas, atëherë thonë çka ki marrë dhe këto, siç e tha kryetari, me na shitmen, ndërsa veprimet i ke bërë komplet në kundër atyre parametrave që garantojnë një procedurë fair, një procedurë standarde, një procedurë normale. Por le të shtrohet pyetja ose koncepti pse mbahen këto ligjërata, sepse në instancë gjykata që në fakt të ndryshoj imazhin që ka krijuar në opinion nëpërmjet këtyre ligjëratave? Unë kam përshtypjen që pikërisht njëra prej elementeve kryesore është pikërisht kjo, sepse e thash, sikur gjykatat ishte transparente, sikur gjykatat ishte objektive, sikur gjykatat ta kryente punën, domethënë sipas këtyre parametrave, nuk besoj që kish pas nevojë për me marrë ligjërata fare, sepse vetë puna e saj transparente do të ishte e njohur për publikun e gjerë, pa përjashtu edhe eventualisht të rinj. Mirë, po fakti që ka qenë e tillë, ka bërë shkelje, ju është vazhduar masa e paraburgimit kundër çdo praktike të gjykatës europiane, kundër çdo norme të zbatueshme, atëherë natyrisht që të ndodhur në këtë situatë ku
opinioni publik gjithë një më pak i beson kësaj gjykate, vim një situatë kur përpiqen përmes mekanizmave të tillë, përmes alternativave, të shpërfaqet një realitet i cili nuk ekziston. Për faktin se ne tashmë së fundim kemi edhe disa paraqitje publike, edhe të kryetares, edhe të atyre zëdhënësve që janë jo të pakët, që përpiqen ta na njoftojnë për ecurinë e procesit e gjitha këto, mirë po, në bindjen time, këto janë të pamjaftueshme. Procedura, më thonë, që është zhvilluar me theks veçantë ndaj 4 SUÇK-s, thonë, ka dëshmu që kjo gjykatë, më thonë, ka dështu në drejtim të të qenurit objektive në trajtimin e rastit. Kemi parasysh faktin që nuk ka zbatu asnjë parametër kushtetues edhe ligjor. Kemi parasysh faktin që në datat historike, në jo pak raste, ka zhvilluar aksione bastisje, qoftë me datën 17 shkurt, pastaj ka mbajtur edhe seanca pikërisht në datat kur sipas legjislacionit tonë në fuqi janë data, domethënë ditë feste. Pastaj kemi raste, letë mos rëndojmë shikuesin sepse e kemi folë që në kryet herës për çështjen e pranimit të provave nga një shtet gjenocidale. Gjitha këto kanë bërë që opinioni publik gjithnjë më pak i beson kësaj gjykate dhe beson në drejtësinë që do të vendos, prandaj përpiqen të shfrytëzojnë mekanizma të tillë. Për një periudhë 8 vjeçare që fëmijëve tanë i është folur për këtë gjykatë, për punën që bëhet aty. Gjithmonë duke mos nxjerr konkludime nëse është folë për katërshën, nëse është folë për luftën e UÇK-s, nëse është folë për krimet hipotetike që thuhet që janë. Cili mund të jetë dëmi që është bërë në këtë periudhë kaq të gjatë dhe mbi gjitha kush do duhet fajsuar për një mbikëqyrje më të madhe të këtyre ligjeratave që mbahen nëpër shkollat tona, duke filluar nga Ministria e Arsimit e deri tek drejtoritë përkatëse. Vlerësoj që do të kish me qenë keq që Ministria e Arsimit të shikojë mundësinë e themelimit të një trupe inspektuese, edhe me i pa këto ligjerata ku janë mbajt, në çfarë lokacione janë mbajt, në çfarë shkolla janë mbajt, edhe mbi të gjitha edhe me theks veçantë programin, sepse në instancë e fundit kur dikush parashtron një kërkesë për me mbajt një ligjerat, krahas asaj duhet me ofru edhe programin se çka në fakt do të ligjerohet dhe të shikohet në rast se vërtet është folë për te aspektet procedural ose jo, por edhe brenda aspektit procedural, besoj që... A ka nevojë fëmijët tanë të mësojnë këto procedura? Këtë desha të thëmë. Vlerësoj që edhe në zonësit e shkollës fillore, edhe në zonësit e shkollës së mesme, kanë mjaftueshëm, ndoshta kanë njëherë për me thonë, edhe kanë mbi ngarkesa i përket kurikulave, programeve të tyre, e besoj që proceset të tilla, aspektet procedurale, janë absolutisht të panevojshme për mu ditë prej kësaj kategorie të shoqërisë, sepse janë të rinë moshë dhe absolutisht asnjë gjë nuk i vyn atyne, domethënë me ditë cilat janë procedurat që zhvillohen në gjykatë, sepse ka plot ndoshta edhe të grup moshave, edhe më të reja, edhe të tjerë të cilët nuk i hyn asnjë gjë në punë. Thonë ligjerata duhet më mbajt mirë po që konsistojnë në eliminimin e dukurive negative të ngjashme që i kemi diskutuar në jo pak raste edhe në studion tuaj. Prandaj vlerësoj që edhe sikur të diskutohej, edhe sikur të jetë diskutuar për çështjen e aspekteve procedurale, besoj që absolutisht është e panevojshme dhe për më tepër unë kam përshtypjen që edhe në rast se mbajt si të tilla, vlerësoj që edhe kam përshtypjen që janë jo mjaftueshëm objektive në drejtim të njoftimit, sepse ata nëse janë mbajt ose janë bërë nga të tillët, eventualisht ata mund t'i kenë njoftuar si e thojnë rregullat, si e thojnë dokumentet, mirë po që siç e tham, praktika, do të thonë veprimet në jo pak raste kanë qenë absolutisht në shpërputhje me të gjitha parametrat, me gjithë standardet. Zotrin Kuçati, ju si mendoni, do duhet të kërkojë një përgjigje pakës më e lartë për te drejtorit të shkollës Gjevdet Doda, gjimnazit Gjevdet Doda, sepse po flasim për një periudhë 8 vjeçare ku kjo organizat në mbështetje të ambasadës së Zvicrës me përfaqësues dhomave të specializuara të Kosovës kanë qenë pjesë e këtyre sesioneve. Do të thonë, po flasim për një periudhë goxha gjatë ku fëmijëve tanë i është folur për këtë gjykatë, madje edhe për këto procedurat të cilat i përmendi zotri Bajraktari. Është vërtet si gjithoj që një kohë inspektoriatin e vetë, edhe Ministria e Arsimit një kohë inspektorat e arsimit. Se shpesh ndodh
me ta që kemë takime. E shtu që pse Ministria e Arsimit nuk e ka dërgu një ekip të inspektorët vetë në për komunat caktume, po zëpëzoj Prishtinën, mëse ka qenë Prishtinë, mi që edhe mi këqyr, që plan program të tyne që tha edhe bajraktori, mi këqyr plan programin e tyne, qka ka në plan program, qka kanë me diskutu ata, qka kanë me thonë për athmive. Tash, nëse kjo ka ndonë 2018, ata athmi në atë kohë për zëpëzojme nga pas 16 vjetë, 8 vjetë, ata bëmë 24 vjetë. Sot një 24 vjeqarë me ndonë të kundër të më përbu, me ndonë këtë të tërcan për luftën në Gjykës, këtë të tërcan për ushtojnë në Gjykës. Se ata kanë folë gjithmonë, po supozojnë, që kanë folë kundër ushtrisë dhe kundër të luftës tonë që është bërë një luftë të drejtë dhe një luftë pa parabartë në forcat serbe qetnike. Por prapë nuk mund të themi me siguri që një gjë... Së mundën po ata, vetë njerë po që ti me dyshu pëse kanë ardhur me ligjiru, kur ne kemë gjykata tona, kemë njerëzit tonë, mundja njerëzit tonë me shku me ligjiru, mundja gjykata tona me shku. Pse mos me shku gjykata tona? Gjykatat komunale, gjykatat supreme, gjitha gjykatat mëran që është advokat judin, gjitha me shku me ligjru para në zonë caktuar, gjuhën Shqipe, pak të mbili fjasin Shqipta, sa tu do shme vojlan ngjesht dhe me që një përktys. Nuk e di mas këtë e le. Jo, saktim se ata Shqip s'kan pol as një. As një për tyne nëse kanë orë për Hollanda ata, gjykatat speciale. Kanë orë për Hollanda, ata kanë pol një gjuhën angleze kanë pol, edhe do shme pas një përktys. Pse mos me shku prokuror tonë, gjyqtar tonë apo dikush për referenda, apo dikush zyrtar dhe gjykata dhe me shku me jep ligjerata. Edhe këtu unë po dyshoj që këtu mund tjetë kjo gjykat ka orë vetëm se si sta dhe bajraktori zëtë një maheret, kanë orë t'i mblojnë ato punë të kësia që ka mu vetë. Kush përfiton më shumë t'i prej një pune të tjilë? Ma shumë përfiton gjykata speciale që bën një propagandë tjilë. Vjen me propagandë këto, vjen një konferencë për shtyp, kjo gjykat ku një ka i blogarit të sot, pas ministrisë drejtësisë, nëse s'ka bëja qëtu, e duhet, as institucionet të qeverisë Kosovës, as komisionit parlamentarë, që jo komisionit parlamentarë nuk jep kujna logari, ku një ka raportu kjo deri sot. E tash po jem para në zonë cava, një po jem që para ju e media që dullim në atere pengum, të sharatorin, atje si keme pengum. Të tëtë, kjo dullim jep raport media, apo në zonë sa që shku në për shkolla. Jo mërë, jënë vendet e caktume, jënë dikasteret e caktume ku duhet me shku në Ministri Drejtësisë, Komision parlamentar, apo qeverizi kujna mi thirë njëzë dhe me raportu se që ka mundu e se që ka po. Po as advokatit publik nëse s'ka bëj, që ka përgjishë, nëse s'ka bëj. As advokatit publik që ka përgjishë. Ka taku në kapacitete individuale, ju si institucion. Edhe kuna ka vizitu për neve, kuna ka vizitu neve më burg, na imja, kuna ka vizitu në atë kori më burg para 2 vite e gjyze, ka orë vetëm së kuna qytetari Kosovës. Jo si zyrtar. Jo si zyrtar. Nuk do t'a pranonin si të ti? Jo më risha pranune u kërë... Kam fjallën prej institucionit fjallë, prej gjykatët. Për gjykatët sa ka pranu? Edhe kur kanë orë dhe tjerë zyrtarë. Lau njëza kur ka orë, nuk ka orë si këtorë parlamenti. Se këtu mund mushit të... Ka orë si kryetarë parlamenti? Jo, është genjeshtër e modhe në aplikacion kur ka mushaj, ma ka që mu me pranu në musafirin apo vizitorin, a do vi shkrun si qytetari Kosovës, nuk shkrun si pozita ti që punon. E ju si qeveritar. Se duhet ketë një raport të tillë ka shi institucione për cilat ka vetë vizit, lau ku njësa ka orë vizit. Ka orë komisioni parlamentare. Në atë kura kanë orë me na vizitu neve. Gjithë kanë orë në emën privat. Asë njësë kanë orë në emën të komisioni parlamentare të Kosovës, më orë me na vizitu neve. Zotri Bajraktari, pse duhet jetë kjo? Në funit janë pikërisht ky parlament, këta njerëz të cilët... Edhe Ministria e Drejtësisë ku ka qenë të kjo... Albulena? Zonja Agjiu. Edhe kjo korë. Nuk ka orë si minister e drejtësisë, se unë kam dëgju një emision, mu mbjen keq, nuk duhet me gënju, duhet me ka zhura realitetin. Gjykata speciale nuk ki nje këta njerës. As një, po kushta që t'i shkon qëveri nuk ki nje. Gjithë vinë si musafir, si familja ime, si shok të mi, edhe këta vinë qatë formë kanë orë vizitë. Pse Zotri Bajraktari, ka një sqarim për të? Kjo është përfaqe ato që kemi thënë që në kryetarë, se kjo gjykatë funksionon si një ishët bëna sistemit të drejtësisë dhe si që thash edhe në fjallën paraprake, kjo vetëm me letër, në të është e Kosovës, nërsa asë i gjë nuk ka të Kosovës. Unë kam qenë në njerën prej seanca kur ka fillu dëgjimi dëshmitarëve të mbrojtjes në mesin e shtatorit të vitit që shkoj, dhe qasja është tepër që leme dëshiru. I kemi 2 kontrola një në hyrje të gjykatës, një në hyrje të gjykatorës, që është përfaq qasjen dhe tendencën absolutisht, le thosha,
armiqësore në raport me komplet atë që është e Kosovës. Ato as nuk ka logo të Kosovës, as nuk ka as një gjë. Prandaj është një ishull që nuk i jep llogari kërkujt, nuk i jep absolutisht asgjë s'ka të Kosovës, edhe pikërisht për këtë, duke parë këtë qasjen e vazhdimësi që ka pas ndaj qytetarëve të Kosovës, ndaj institucioneve të Kosovës, e mbi të gjitha dhënërat të parë ndaj personave të cilët janë mbajtur dhe mbahen atje, vlerësoj që ka ardhur deri në një stad ku besimi i publikut në raport me drejtësinë dhe me këtë gjykatë është në nivel jashtëzakonisht të ulët, prandaj përpiqen me bë kësi veprimesh. Por në bindjen time ajo çka edhe ne me të drejtë jemi të hendikapum në drejtim të ofrimit të opinionit, sepse si në jo pak raste për fat të keq, kemi gjysëm të vërteta nga qasja e palëve, njoftimi i palëve, sepse njëherë u tha jo s'kanë qenë, pastaj aja konfirmoi gjykata që ka qenë, prandaj është e nevojshme, është e domosdoshme që drejtoria e arsimit në këtë rast e komunës së Prishtinës të dalë me një sqarim më të hollësishëm. Më vonë dul organizata në fjalë me deklaratë. Le të dalë me një sqarim më të hollësishëm që ti zhdu këto paqartësi, edhe në drejtim të asaj që çka në fakt është diskutu, sepse në rast se hipotetikisht është diskutu për UÇK-n, do të më pas parasysh faktin që përveç siç dihet UÇK-ja tashmë ka dhe mendime gjyqësore ku fyrja, etiketimi i UÇK-s është i dënueshëm, prandaj është vlerë e konfirmuar tashmë edhe me mendime gjyqësore, prandaj është shumë e rëndësishme që të krijohet një praktikë, le të themi, siç thotë një fjalë e urtë, fatin e fatkeqësi. Ndoshta ky do të jetë njëra prej situatave ku të rregullohet kjo punë edhe të shikohet, të analizohet në hollësi në çdo drejtori komunale të arsimit, sepse në instancën e fundit sipas të legjislacionit në fuqi, komunat kanë bukur shumë përgjegjësi, kompetenca në raport edhe me fushën e arsimit, le ti kontrollojnë, le ti verifikojnë, natyrisht askush nuk e mohon faktin që nxënësit pavarësisht të çfarë kategorie janë, kanë nevojë ndonjëherë edhe për ndonjë sesion informues shtesë, mirë po që ato t'jenë të shikuara në raport me peshën që kanë ato, në raport me atës që ka flitet, në raport me impaktin që kanë ato, sepse, si që thamë, absolut nuk është e nevojshme edhe në rasë është folë për procedura një nxënës i shkollës fillore ose të mesme, me ditë cilat janë procedurat në dhomat e specializuara, sepse është ngarkesë e panevojshme për ta. Në rasë se ishte interesuar gjykata speciale me ditë cilat janë procedurat, aja veç i kishte respektuar ato procedura, edhe në rregull kush kishte dashur me i ditë ato procedura, ai kishte përcjell procedurat edhe s'kish pas nevojë angazhime shtesë, për me i kallzu procedurat, sepse ato i kishin marrë vesh edhe tritë, edhe trejat, edhe shtresat e tjera, duke i parë, duke i zbatuar ato. Para çkos aty nuk i zbaton, tash po kallzon cilat janë letër. Zotin Buçati? Jo, atë më semnet dyshimi me dyshu këtu. Një nxënës ju keni po vetë, shkrimin e tine që shkrim diri për thoqen. Vetë të shkrimi e ati nxënësi, pa më bashkë Sovjeti ka pas, po zbazohen e 15-16. Vetë logika e ati nxënësi që shkrum diri, kërkon në gjurë në anglesë kuptohet, e ka shkuj diri për thoqen, logika të shenë aqon, që ato është folë pikrish për 400 e modhe, pikrish për njerëzit që i ka më mburg ato, akuzat që i ka ngrit, me siguri është folë, peki që volë për UÇK-n ato, se po në alent është me dyshu shkrimi... Në fakt keni bërë një krahasim gjatë fort me një periudhë shumë pushtuse të Kosovës në të detenikën. Tash, po nuk i qare pa po krahasimin se... Të kësaj ligjërate me ligjëratat që janë mbajtur në... Nuk kem qare pa po krahasimin se... Po si dhe që ashtu kjo gjëkatë? Si e blogari kërkujna eq? Do të që qeverinë veti. Nëse në kushtetutën, nëse s'ka bëjë këtë vetë në kjo gjëkatë. Nëse s'ka bëjë. Amandamentin kushtetues me cilën... Tu nga ka një me dyshu neve, dje pëse kemi reagu ne, në ka tosh me reagu, se kërë pa shkrimin ati nxënësi, e atë leme dyshu vret, leme fakti me dyshu pëse nxënësi shkrujti diri për thoqen. Do të tëtë, ata kanë diskutu, apo kanë jep ligjerat, para nxënësve, që orë ka zotë, nuk e di 2-3 orë në përklasat ndryshme ato, edhe kanë me sigur kanë spiku për e curit e sojnë, apë kësi na jemi shumë. Të detajuar, do të kemi mundësi të kuptojmë. Kanë dash mi pinë nxënësat që ne jemi të punu mirë, jemi të punu me
procedura me rregullore gjykatës së sene, edhe me që tani në zonë që ka pat të arsyeshme dhe ka shku se diri për thoqin se vetë lem fjallë këtu si nuk jeni në rregull jo. Gjykatë, ata shpanaleni me dyshu vetë në shkrimi në zonë që ka shku që gjykatë, këtë diskutimi soj me sikur i ligjerat, asoj ka qenë, këtë rreth, ushtërisë dorë të Kosovës dhe pjesëtarëve të ushtërisë dorë të Kosovës, apo 4 që jam mëlle, që është mrena në Borbetje. Jemi në minutat e fundit të aranjuara për këtë bisedë dhe nuk mund krejt fund mos pyes sepse në çdo të dytën ditë ne kemi lajme që shumë shpejt do të lirohen, shumë shpejt do t'i kemi në Kosovë, shumë shpejt gjërat do të ndryshojnë për të mirë. Ju keni qenë atje, keni përjetuar dhe kush më mirë se ju mund të flasë për krejt ato çfarë ka ngjarë gjatë këtij procesi, cilat janë pritjet e juaja, sepse po thuhet që po shkojmë drejt finalizimit të këtij gjykimi. Unë kam kontakte me mbrojtjen. Se çdo protestë që i mojti, 5 protesta të 2 aksionet, pa në konsult unë s'ka mojt protest. Se është edhe advokatit më mirë, që im tutë më s'pa bojnë atë dam advokat. Që na dalin për një punë nësa, në unë e me dësh, punë e mirë, po, domi mund jetë atje, më falë, domi mund jetë maj malë edhe gjithë mund avokatosh, me familjarë më konsultu, me mbrojtje, edhe me njerëz për rreth si kim pas, edhe kim mojt protestat. Kohën e fundit, ju e dini dëshmitarët që kanë qenë Gjems Rubini, Klarki e të tjerët. Na jap njeve një përshtypje, shumë të madhe, po edhe mbrojtja do që nuk përmen emen, nuk do të përmen emen, sinqerisht. E kuptoj. Po një njeri thot, nuk ka bazë, njeri shumë influencë, nuk ka bazë për denu. Se mbrojtja thot, kështu më ka thonë, çdo pikë të këtë akuzë, apo këtë akuzë që ngritin prokuroria, mbrojtja në verët najë, që kur zogin, kur e që njemi për najë, shtu më ka thonë. Kështë njëri me influencash. Kogja kogja po du me besu shumë, do t'jem optimisti madhë, që mbrojtja, mas pari, do t'a falem mbrojtja në tyne, edhe gjithë, po këta do dalim fitimtarë, se ushtëria arsimtore Kosovës nuk ka pas për mundësi, ti ke qenë vetë në Drenicë, në luft, edhe në Kosovë, mua dhe bajaktore, shtu, ku në pas në mundësi me votu krime. Në sot spitaljet tona qëfar janë, nuk mund një bëto operacione, qëfar flitet pra spinë e verdh atje. Vetëm nuk e di se, nështë apo kanë edhe interese ndërkombëtare me barazu luftën tonë me kriminalet sërbë, me Miloševićin. Nështë ata po dojnë. Unë nuk besoj se kanë me barazu, se nëse ekziston diku një zotë dhe një drejtësi në Evropë, dhe pëse tash ka besimin në Evropë shumë, për që nga kanë arrestu neve, nga kanë mojtë 11 muj pa këtë akuzë, mrena, po besoj që do të dalin edhe jemi bindur unë jemi bindur maj advokat të jetim amisëve qënë kështu besojnë maj duhet më dalë ata moj në zut me brit atje kështu besoj se procedurat ashtë me 16-18 fjalla përfundimtare shokve tonë a e fillon me të nëndin, po me pjesë në ndërpremje, deri me 18 përfundon, fjalla përfundimtare, tani më duke të ka mbrojtja nëse s'ka bëj. Janë procedurat të cilat ndjekën. Edhe kjo e di ma mirë se unë advokati, diku në adita, sa duhet. I ke takuar së fundmi, cili është disponimi i tyre? Shumë disponimi mirë, ata me shëndet janë shumë mirë, unë isha me 11 shtator vizita, unë 5 vizita e kumë bëtje. 5 jam shumë i burgi, më rana nërë mujë kumë 5 vizita. Kam vizitu të Salin, Pjetër Shalën, Bacin Jakub, Hagji Shalën, presidentin, dhe që që akon interesant, advokat, se kjo për mjënë shumë të kur, kam zbrit në aeroportin e të Beshari, vjen mesazhi, telefon, nesër në ora 3 vizit Kadrinë dhe Hashimin, kam zbrit, që idiota, s'ma ka një vizitin si isha tu, unë e zbres, tak lidha këtu me Kosovë, telefoni, ko këqyri mesazhi, në ora 2, diska ta këshin shkru, nesër në ora 3 dhët vizit, kam shku të shpijave që kam të rukëtesat, në ora 9 e kom zarë pjallin. Qëtu për qëtu? Në ora 9 e kom të gjallin me bëhen një rezervim, edhe më këthy. Në janë për me vizitu ata ditën e nesës më karo, ata jënë mirë me shëndet, jënë mirë psikikisht, jënë optimist mëlaj, po thomë si edhe bëtë se kupë, si të mësë tonë, jënë optimist shumë optimist mëlaj, jënë që kam taku dhe reqen, generalin, jënë optimist mëlaj, ta nishat nesit në sonë që ma ta për pjesë sonë, me që jënë optimist shumë mëlaj që do të lirohen. Krejtë fund, pritjet e juaja, e keni parë nga afër krejt këtë proces, zotri Bajraktari, kemi qenë dëshmitar të bisedave që kemi realizuar edhe në të kaluarën.
Në bindjen time pretendimet kryesore të prokurorisë sa i përket çështjes e ekzistimit të hierarkisë dhe zinxhirit komandues, si dhe ushtrimit efektiv të kontrollit si dy prej elementeve bazë për më konstatu përgjegjësia komanduese nuk kanë arritur me u argumentu. Dhe këto në bindjen time edhe përkundër faktit që ka pas një numër të konsiderueshëm ose shumë të madh të dëshmitarëve të prokurorisë, pjesa dërmuese kanë qenë jo kredibil edhe jo relevant për procesin, për dallim prej dëshmitarëve të mbrojtjes, të cilët ndonë të pakët në numër, mirë po kanë qenë dëshmitarë të besueshëm, kanë qenë dëshmitarë okular të ngjarjeve dhe deklarimi dëshmitë të tyre në jo pak raste janë plotësuar edhe me dokumente, me raporte, kablograme të ndryshme të administratës amerikane dhe jo vetëm, çka natyrisht që vetëm sa i forcon tezat e asaj që ka ekzistuar që në krye të tjerë se UÇK-ja mbi të gjitha nuk ka pas qëllim për me kryer krime, nuk ka pas një strukturë dhe hierarki komanduese, nuk ka pas mundësi me ushtruar efektivisht kontrollin në territor dhe unë në rast se ka drejtësi jam i prirur dhe optimist për me besu. Vlen të theksohet sa i përket çështjes së procedurave, pas përfundimit të deklarimit të palëve, ku të fundit janë ish-kererët që do të mund të deklarohen, atëherë kryetari i trupit gjykues e konsideron, e konstaton të mbyllur procesin prej nga ku fillon me rrjedh afati për trupin gjykues për me shqyrtu prova dhe me ardhur deri tek verdikti në shkallë të parë, si rregull zot 3 muaj me mundësi edhe 2 muaj të tjerë shtesë kur lënda është voluminoze, kështu e përcaktojnë rregulloret e procedurës dhe të provave. Prandaj vlerësoj që sipas kësaj dinamike i bën dikon afërsisht ka qershori ose më së largu korriku do ta kemi verdiktin sipas asaj që e tham, mbi bazën e asaj që kemi pa, jemi optimistë që do të ketë një vendim pafajësie përkatësisht rikonfirmim të pastërtisë së luftës së UÇK-s. Faleminderit shumë që të dyve për kohën që ndahet sot për ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit shumë.